edhe nga Alaska, kanë ardhur dhe kanë marrë qirillima. Nëse është 2 me 3, do 20 ditë. Pse thonë gjëja e gjallë të mban gjallë. Një tapet ron 5 vjet, një qilim 50 vjet them unë. Kam rreth 30 vjet kam që e ushtroj unë këtë si zanat. Unë jam gjenerata e tretë, se është ka qenë gjyshja, mami, unë, cilët edhe unë pastaj e kam trashëguar, ke mbesat, ke motrat, me fjalë kam mësuar të gjithëve. Unë jam e treta dhe ja kam trashëguar dhe gjeneratës 4, vajzës time. Kur punon të mami me gjyshën, kam hyrë kështu, e kam marrë si ato lojnat e fëmijëve, që hajtë se po hy dhe unë, ha se po mësoj pak, për qef. Pastaj kur u martova që erdha këtu ke familja burrit, lindi si nevojë ekonomike dhe unë fillova pastaj u mora me këtë punë. Bleva një të zjat vogël, kam ble këtë fillimisht, pastaj gradualisht duke ardhur, duke u shtuar, pastaj shtova forcat punëtore, fillova dhe vetë punoj më tepër, vura 1, vura 2, vura 3 të zja. Me fjalë se pash që kishte kërkesë.